kur është arrestuar më kam pyetur. Unë hyj tek ata njerëz që jam kundër, tek ata avokat që jam kundër arrestimeve. Jam kundër arrestimeve, sidomos arrestimeve të natyrës të politikanëve. Okej, dakord. Ka çështje, padyshim që janë çështje të cilat kërkohet masa e arrestit, por mos harrojmë që në kodin e procedurës janë 7 masa, parashikon 7 masa shtrënguese, duke filluar thash, siç e thash pak më parë, nga ajo arrestit në Burg e kështu me radhë. Zoti Velia, për mua në gjykimin tim, mbahet sot në paraburgim për shkak sepse ai kërkon akoma të ushtrojë funksionin e kryetarit të bashkisë. Pra ai mbahet në paraburgim sepse ai kërkon të ushtrojë kryetar të bashkisë së Tiranës. Pra nëse zoti Velia i thoni ju, zoti Velia thot unë iki, ai deli lirë. Nëse zoti Velia nesër i jep dorëheqjen me shkrim nga kryetar bashkie, të më besoni që zoti Velia i ndryshohet masa e sigurimit. Sepse është në ushtrim të funksionit të tij. Dhe unë nuk do të them tani që aty mbahet ai me prova se nuk të drejt nuk e kam. Por problemi është ky, nuk e njoh dosjen e s'dua të flas a priori. Problemi është ky. Ata që ushtrojnë funksionet publike dhe janë në ushtrim të tij, është shumë e vështirë kur merret masa e sigurimit të ndryshohet. Të ndryshohet kjo masë. Tani sepse dhe praktikat evropiane edhe gjykata evropiane në disa vendime të saj ka mbajtur qëndrime që kur janë duke ushtruar funksionin publik përbëjnë dhe akuzohen për korrupsion, sepse korrupsioni, do ta kuptosh normal, edhe në vendet e Bashkimit Evropian konsiderohet një vepër penale, është njësoj si, po ta themi, terrorizmi. Pra, konsiderohet si terrorizmi. Ka që rëndë. Është shumë e rëndë nga pikpamja e mendimit të qytetarëve evropian, edhe për dëmet që shkakton. Po, dëmet shkakton sepse thot, unë paguaj taksa, thot, ti bën korrupsion me taksat e mia. Dhe ky është ajo, prandaj ata e konsiderojnë shumë të rëndë. Sepse ne masim korrupsionin ose mendimin me standardet shqiptare. Në Shqipëri nuk bën lajm të madh shumë ose dhe qytetarët vetë thonë, do vjedhja i tani prandaj është atje, fillojnë këto nuanca folklorizmat. Kanë këto folklorizmat të prapambetura. I bëj dhe unë. Të një mund ta quajmë të një sklavi, mund të themi, sepse vetëm kështu mund ta themi. Më mundësie. Por bota perëndimore këtë e ka shumë të shenjtë. Dhe unë të jeni të bindur, nëse Erion Velia nesër do hiqet nga kryetar bashkie, pa dyshim që aty do ndryshojë masa e sigurimit, sepse edhe po të shikojmë arshyetimin ligjor që i kanë bërë për masën e sigurimit, është që ai prish provat. Dhe rëndoi edhe fakti tjetër që ai në momentet e paraburgimit bëri disa media pastaj që bënte reportazhe, bënte mesazhe dhe e intimidoi, pra kërcënoi drejtësinë, pra organin akuzës dhe u vlerësua që ti nëse nga ato ambiente kërcënon akoma atje, imagjino që ato bësh dëshmitarëve jashtë. Pra, kjo është ajo që duhet të them për Erion Velian. Avokat, më ngacmohet pak kur preket emrin e Erion Veliait për çështjen e drejtësisë, po edhe më ngacmohet edhe pak fakti për Ilir Metën. Në kontekstin që ju thatë sa herë që e ngatron çështjet politike me penale, atëherë është problematike. Sa e vështirë është në optikën tuaj që zoti Meta të marrë drejtësinë në këtë situatë që jemi? Zoti Meta, me sinqeritet u them, është shumë optimist. Shumë optimist dhe edhe përballjen në kuptimi që kishim me prokurorët ditën që ju komunikua akuza. Biles ju tha që duhet të përfundoni sa më shpejt sepse me ju duhet shikojmë, duhet të ndeshem në gjykatë. Pra, e ka të bindjen e tij që do që patjetër që t'i provojë në gjykatë. Dhe kjo është ajo për të cilën e them me shumë sinqeritet që është shumë i bindur për pafajësinë e tij. Unë normal kur thash t'i kthem pak atij momentit që lash pas shpjeguar më parë. Kur u takova që kontaktova me zotin Meta në ambient e paraburgimit, mendova që si do t'ja bëj unë këtij sepse ky mund të ketë shkresa, ka nxjerr urdhresa, VKM, pra ka prova video, audio, kësaj natyre tani dhe ne avokatët pastaj do të i bëjmë interpretimin e asaj VKM-s, do të bëjmë interpretimin atij projekt ligjit, do të bëjmë interpretime që ta nxjerrim të pafajshëm. Më kupton apo jo? Nëse sot për shembull flitet për VKM-n e zotit Berisha, për sa i përket dosjes Partizani dhe po bëjmë interpretim që ishte kolegjiale, si ishte kolegjiale, duhesh dhënë, për zotin Meta nuk ekziston asnjë shkresë, pra që ai individi të ketë nxjerrë një këtë thotë favorizoj Ermalin.
Dhe nga e favorizimi Ermali është këtij shtuar llogaria bankare ose ky ka përfituar pasuri të paluajshme. Pra, nuk e kemi këtë lloj problematike ne si avokat. Tek zoti Meta. Pra, nuk kemi dokumenta aty që spaku ne na e vën dispozicion e na thot, shikoj, kjo është e prova, ky zotria ka këto pasuritë dhe nuk justifikon. Pra, kjo është e prova që ky zotria i ka bërë këtë favor këtij individit, këtij biznesmenit dhe pra, nuk e kemi këtë ne. Dhe kjo është ajo për të cilën ne jemi shumë komod. Më besoni, kanë marrë copa gazetash. Pa i bërë emra gazeta se kemi dhe kolegët tuaj. Kanë marrë copa gazetash dhe i kanë fut aty. Kanë marrë bisedan të X kolegu tuaj në një studio e kanë futur aty. Dhe e kanë futur si... Po, bisedë, si po flasim ne tani, të na dëgjoj spaku, të marrë bisedën time dhe ku ta akuzoj X-i që po diskutojmë neve, të thotë e ka thënë dhe avokati në këtë studio. Pra, këto janë ato Ermal që e kanë lehtësuar shumë mua dhe atyre dy kolegëve të mi të zyrës që po merremi me këtë çështje. Avokat, në këto momente, shkelje, çështjen e Strasburgut në anën tjetër e kemi Monika Kryemadhin që është deputete, mund të ketë një përshpejtim të këtyre ngjarjeve. Të ndajmë diçka. Po. Deri sepse ka dal edhe ajo akuza